Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës peshqive. Uroj të jeni mirë, të bëjmë leximin e radhës apo javës për ju. Të dashur peshqi është një shtrirje, një kombinimi thellë i ndjenjave dhe pasionit. Por brenda saj fshihet edhe shumë pasiguri, dyshim dhe iluzione. Të gjithë mund të ndjejnë vetën në këtë lexim, veçanërisht ata që janë në një situatë emocionale të turbut. Çfarëdo që jeni duke përjetuar, të dashur, ka ndjenje, ka pasion, mundësi që ndjen një lloj afeksioni, një lidhje ose një tërheqje të fortë ndaj dikujt. Ajo mund të duket i kujdesshëm, me emocion të thellë, siç është mbreti i kupës, por njëkohësisht mund të ketë energji pasionante dhe impulsive, që është mbreti i shkopive, që të tërheq për ndonjëherë dhe të ngatron. Po filloj me hënën. Kjo është letra e dyshimit, e pasigurisë, e gjërave që nuk duken qartë. Mund të ketë gjëra që po fshihen, ose thjesht mendja jote nuk po arrin të kuptoj çfarë po ndodh vërtet. Ndjenjat janë aty, por gjithçka është pak e mjergullt. Faqja e kupës, të dashur, flet për një fillim emocional, ose një ofertë ndjenje, por jo domosdoshmërisht e pjekur. Ka ndjesi, por nuk është ende e sigurt. Jo vetëm dhe nuk është e qëndrueshme. Është një energji që thotë po ndodh diçka, por nuk e di çfarë do bëhet me ta. Të dashur, duhet i ndjeni ato ndjenjë, por nuk duhet të humbisin ato. Duhet i mbani syt hapur, jo vetëm zemrën, por dhe syt. Ka interesim, pra do thotë në dashuri apo në një farë situate, ka pasion, por ka dhe hije dyshimi. Mos u nxito. Jepi kohë gjërave të dalin në dritë, të dalin në pa. Pra, dallon ndjenjat e vërteta nga iluzioni. Se mund të jetë që s'ka të bëj fare personi, mund të jeni vetë ju. Do thotë, mendoni që e dashuroni, por është më shumë iluzion. Apo mendoni që e dëshironi këtë situatën, se s'është person, s'ka të bëj me dashuri, është vetëm iluzion. A e dua vërtet këtë person, apo e dua mënyrën se si më bën të ndihem? Këto janë dy gjëra të ndryshme, të dashur peshqi. Mos e lër veten në mjergull, duhet të flasësh, të mendosh qartë, jo sinjale të përzierë. Pra, zemra po e ndjen të dashur peshqi, por syt sikur nuk po shikojnë qartë. Mos ecë në mjergull vetëm sepse ndihesh mirë. Kupto çfarë po ndodh në të vërtetë. Si mund ta kuptojmë? Duke i dhënë vetes kohë dhe mos të ngutemi për as edhe një gjë.